Me mure të nxirë, orendi të shkrumbuara pa dyere pa dritare, kjo është gjendja e banesës së çiftit Shametaj nga Vlora, që u përfshi nga flakët mesditën e 16 nëntorit. Çifti të moshuarve jetojnë në lagjen e ish sodës në Vlorë, ndërsa në trishtim të thellë pohojnë se nuk mundën të shpëtonin asgjë. Në çastin kur zjarri, të dy, burrë e grua ndodheshin në obor, ndërsa 79 vjeçari Jorgo Shametaj ka tentuar të futej brenda përmes flakëve, por e shoqja e ka ndaluar. Këtu jetonim, këtu i kishja të gjitha gjërat, në kuzhinë. Me televizor, me 2 divan, me 2 tavolina. E kështu shpëtuam në qime, të shkak televizorit, se na i dashën një në vazdite që na fiku dritën. Ku do flini sonte? Po ku do flim sonte ne? Ja. Korridor. Korridor. Nuk fikej, se ki mori për masat të mëdhaja, unë u futa, më hoqi hoq plaka, ku vete tha. Jorgo dhe Myrvete Shametaj thonë se pensioni që ata marrin nuk e arrin vlerën e 30.000 lekëve në muaj, ndaj e kanë të pamundur ta restaurojnë vetë banesën. Dy të moshuarit thonë se në luftën për mbijetesë kanë vetëm njëri tjetrin, ndaj drejtojnë apel për ndihmë. Jam pensioniste, kam punuar 20 vjet punë shteti, edhe marr 133.000. Tim duam neve ja, ta gjukoj çdo njeri, ta gjukoj që të duam dim. Po çfarë kërkon ja të bësh shtëpia? Edhe këto, orientit. Jo divani, jo televizori, jo këto, ja jemi në errësirë. Po mundi të na japi 5 leka, që ta riparojmë, se jemi në qell të hapur si që shikoni vetë djali gjajtë. Sipas të moshuarve, shkak për rënien e zjarrit në banesën e tyre është bërë një shkëndijë elektrike, ndërsa grupi hetimor vijon hetimet për rastin.